Në një shoqëri e cila për një mend ka, si thua, shqetësim të vetin, le të themi progresin, mirëqenien sociale, gjitha këto me radhë, inspektorati i punës do ishte institucioni që do bënte bashkë, si thua, juristët më të aftë, njerëz që njihnin më mirë ligjin, ekonomistët më të aftë, të cilët do shkonin dhe do kontrollonin se sa, le të themi, jo vetëm respektohen të drejtat në vendin e punës, por se sa paguhen sigurimet, se sa kontribut, se në fund ditës është kontributi që i shkon shtetit pra, që mbush agat e shtetit dhe pastaj shteti këto e kthen në vetë kontributeve të pensioneve, si thosh. Ndërkohë në vendin tonë që efekti është shkruar një institucion formal, qesharak totalisht, që njerëzisht totalisht të paaft, që asnjëherë s'ta bëjnë punën e tyre siç duhet, gjobaxhinç, shkojnë te biznesi për të vjedhur në një lek në dorë. Dhe realisht pastaj ky institucion ka qenë duke qenë se nuk funksionon. Gjendja e shtetit shqiptar është kjo që është.